Pas 3 vitesh pas nisjes së një hetini për zhdukjen e metaleve të çmuara nga uzina metalike e Poliçanit, prokuroria e Beratit nuk ka marrë asnjë masë konkrete ndaj ish-drejtorit Erion Zylftari, i cili njëkohësisht mban edhe postin e kryetarit të Partisë Socialiste në këtë qytet. Skandali shpërtheu në vitin 2021 pas një auditimi të kontrollit të lartë të shtetit, i cili konstatoi se mungonin 54 ton metale të shtrenjta bakër, bronz dhe tunç, që në dokumente ishin regjistruar si scrap. Dëmi financiar u vlerësua në rreth 250 milion lekë të vjetra. Në kuadër të hetimeve në vitin 2022, u morën disa dëshmi përfshirë dhe ish-ministrin Blendi Çuçi, i cili u thirr në prokurorinë e Beratit në korrik të vitit 2024. Ai ironizoi thirrjen duke thënë se ishte pyetur vetëm nëse e njihte apo jo Zylftarin. Kjo dha përshtypjen se hetimet po lëviznin, por që nga ajo kohë nuk është ndërmarrë asnjë hap i mëtejshëm nga prokurorët. Sipas raportit të KLSH-s, metalet e zhdukura përfshin 12.597 kg bakër, 4.393 kg bronz dhe 36.537 kg tunç. Vlera e këtyre masiveve është llogaritur duke u basuar në çmimet e ankandeve të Ministrisë së Mbrojtjes gjatë të njëjtës periudhë. Dhe pse raporti identifikon qartë përgjegjësinë e Zylftarit dhe disa ish-vartësve të tij, dosja vijon të qëndrojë pezull. Aktualisht Zylftari jo vetëm nuk është përballur me drejtsinë, por ai udhëheq fushatën elektorale të Partisë Socialiste në Poliçan. Ky fakt shton dyshime se prokuroria e Beratit po mbyll syt ndaj eksponentëve të rëndësishëm të pushtetit lokal, duke u treguar e pafuqishme për të hetuar skandalet e nivelit të lartë brenda administratës publike.